Brenda shtëpisë së Big Brother, Alba vendos të flasë hapur për Limin dhe fjalët e saj nuk lënë vend për keq kuptime. Ajo shpreh ndjenjat e saj me sinqeritet dhe mledh të dukshëm, duke treguar se nuk ka ndërmend të fshehë asgjë nga ajo që mendon. Alba thot se Limi bën të fortin kot, duke e përshkruar atë si dikë që përpiqet të duket i fortë dhe i rëndësishëm brenda shtëpisë, por që në realitet nuk ka respekt ose autoritet. Ajo vazhdon duke thënë se Limën e kanë rraf jashtë krejt njerëzit, duke aluduar qartë se jashtë shtëpisë ai nuk ka fuqinë ose respektin që përpiqet të tregojë brenda. Ky koment nxjerr në pa realitetin që Alba e sheh dhe tregon se ajo nuk friksohet nga pamja e fortë që Limi mundohet të tregojë. Për të, veprimet dhe fjalët e Limës janë thjesht një maskë dhe ajo nuk mund të injorojë atë që ajo beson se është e vërteta për të. Fjalët e Albës nuk janë thjesht kritika të thjeshta, ato janë të ngarkuara me emocione, mlef dhe një ndjesi të thellë zhgënjimi. Ajo e quan Limin djalë i shpifur, duke treguar qartë se nuk ka respekt për të dhe se e sheh sjelljen e tij si të gabuar dhe të panevojshme. Ky moment tregon fuqinë e deklaratës së saj, sepse fjalët e Albës nuk janë të thjeshta, por të drejtpërdrejta dhe me ndikim emocional, duke goditur jo vetëm Limën, por edhe banorët e tjerë që janë dëshmitar të situatës. Banorët e tjerë ndjejnë tensionin dhe emocionet e forta në dhomë. Disa mbeten të shtangur nga guximi i Albës, disa ndihen të shqetësuar nga ashpërsia e fjalëve, ndërsa të tjerët përpiqen të interpretojnë situatën dhe të kuptojnë ndikimin që do të ketë kjo për marrëdhëniet brenda shtëpisë. Energjia emocionale është e dukshme në çdo lëvizje dhe çdo shikim. Alba vazhdon të theksojë qëndrimin e saj dhe opinionin e saj për Limin, duke treguar se nuk ka frikë të flasë dhe se nuk do të lejojë që maska e tij e fortë ta mashtrojë. Ajo dëshiron që të gjithë të kuptojnë se Limi nuk është ai që duket dhe se për të, ai është vetëm një djalë i shpifur, pa respekt dhe i egzageruar. Kjo i jep momentit një tension dramatik dhe e bën situatën të ndihet reale dhe emocionale për shikuesit. Ky rrëfim dhe reagimi i Albës shfaqen si një nga momentet më të forta të ditës brenda shtëpisë, ku emocioni, mlefi dhe e vërteta e perceptuar ndërthuren dhe krijojnë një skenë të ndjeshme dhe të diskutueshme, që do të mbetet temë debati mes banorëve dhe publikut për shumë kohë.